Përshëndetje gjithëve. Politikanët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut festojnë. Dëshiroj t'i pyes si një qytetar i thjeshtë, si një qytetar normal i këtij shteti dhe me theks të veçantë, si qytetar i qytetit të Tetovës, si banor tetovar, t'i pyes për çka festoni ju politikanë. Për çka i mbushni sallat me plot njerëz dhe festoni dhe kremtoni? Çka kremtoni? Çka festoni ju? Unë si qytetar i thjesht du ta di për këto 3 dekada e pak më tepër që nga pavarësia e Maqedonisë si shtet në vete, më vete, që nga 1991 deri sot, unë du të di për çka festoni ju. E sidomos që nga pas konflikti i vitit 2001, për këto 23-4 vitet e fundit, unë jam qytetar tetove, jam banor tetovar, i lindur, i rritur në Tetovë, i takoj gjeneratës pak më të vjetër, 60 plus. Por edhe ata që janë 45 ose 50 plus, duhet të di se në këto 3 dekadat e fundit, që nga 1992 e deri më sot, në Tetovë, asnjëherë nuk ka pas kryetar komune, prefekt komune, Maqedon. Por gjithnjë ka qenë shqiptar dhe është shqiptar, apo shqiptare, sikurse që e kishim në mandatin e kaluar zonjën Teuta Arifi. Tani, për këto 3 dekadet e fundit, në Tetovën time dhe në Tetovën tuaj, o ju populli im i dashur, o ju qytetar tetovar, a e dini se Tetova ka qenë në ish Jugosllavi, njëri nga qytetet me industri më të zhvilluar, më të avancuar? Ne kemi pas në Tetovë fabrikën e tekstilit Teteksi, Todor Cipovski Merxhan, ose i quajtur Teteks. I ka pas 10.000 punëtor afërsisht. Pastaj kemi pas kozharën, kemi pas aluminën, kemi pas medicinska plastikën, kemi pas miqurinin, kemi pas jellakin për përpunimin e drurit, që sot në këtë kohë, sikur t'ishte menduar mirë, në mënyrë pak më vitale, atëherë ne do e kishim sot jellakin me një industri, me një infrastrukturë që do të mund t'i plotësonte edhe nevojat e vetë qytetit të Tetovës, pa importuar mobilje nga jashtë. Ndoshta do ishin edhe më të lira për qytetarët. Teteksi me 10.000 punëtor, brenda këtij 3 dekadave, gradualisht, dhe sidomos pas 2001 e këndej, u shkatrua, çka u bë? A u shita, çka u bë? Kjo vetëm ata e dinë që e kanë bërë këtë punë. Por unë pyes, o qytetarët e mi të Tetovës, pse bre nuk ja bëni një pyetje, asnjëherë nuk ja bënot një pyetje gjatë elektoratit njërit, spaku njërit, nga krita që u rotuan, që bën rotacion, që nga kryetari i parë i komunës shqiptar e deri më sot, që nga Partia për Prosperitet Demokratik, që e instaloi kryetarin e parë shqiptar në komunën e Tetovës me njëherë pas pavarësisë së Maqedonisë. Pra në vitet e 90-ta e këndej, mos t'i numëroj me emra, mos t'i thom emrat se nuk ka çka t'i them, çka t'i them. Dhe pse asnjëherë nuk u bë pyetje, ore ju që përfaqësoni popullin, që merrni përgjegjësi në emër të popullit, që i fitoni votat në emër të popullit, që i fitoni një vend pune, një koltuk, një karike, dhe që merrni rrogë, sa havaja, sa qielli, krahasim me njerëzit tjerë, dhe jeni për 4 vjet aty. Ore, pse u shit Teteksi? Si u mbyll Teteksi? Njëra nga fabrikat më me emër në ish Jugosllavi me 22 milion banor. Kemi qenë ne në Tetovë me 10.000 banor, familjarë kemi pas të punësuar bre aty.
Dhe 10.000 banor, bonja ju hesab vetë, ka 4 persona në familje. Sa janë ata? A janë 20.000, 40.000 njerëz. Tani, në kozhar, në plastik, në alumin, dhe në miqurin, plus edhe ata një 3, 4.000, 5.000. Flasë për kohën kur janë mshel, kur janë mbyllur, janë diku të, do me thonë, 50.000, 60.000 njerëz, popullat, do kishin idare, do e kishin të ardhurat nga këta komplekse industriale. Si ndodhi që këta të mbyllën, si ndodhi që të shiten dhe populli bën gjumë. Dhe asë njëherë kjo nuk u bë aktualitet. Kam kam kërkuar, kam bërë reshershe, kam hulumtuar në Google, të ketë të shoh a ka ndonjë kronik në lidhje me fabrikën tekstile të dikushëm të Teksin e Tetovës. Dhe për të tjerat, për kozharën, për aluminën, për plastikën, medicinska plastika e quajtur në atë maqedonishten, e cila prodhonte shprica, prodhonte gjëra për medicinë, të përditshme. Mbyll, ore u shqip, motrat tona, vajzat tona, sot ato janë nëna, ndoshta janë edhe gjyshe, po janë me siguri, të gjeneratës time janë edhe gjyshe, dhe kanë punuar në plastik. Rrogën e kam pasata që e kishin në Gjermani, 1.000 marka në atë kohë. Ushqenin familjen. Shok kam që kanë punuar në Teteks, në trikotaj, në konfekcion. 1.000 marka e kam pas rrogën. Në shtëpi, në Tetovë, në vendlindje. Nuk kanë paguar qira, nuk kanë paguar ne çka ka paguajmë këtu në migrim. I kanë pas shtëpiat e veta. Imagjinoni, të mbyllet Teteksi, të mbyllen komplekse industriale, fabrika, dhe as pak më të ketë protestat, demonstrata, mos protestoje, mos demonstruje as kushi, mos tankohet as kushi në Tetovë. Vjen kryetari ose kandidati që don të zgjedhet për kryetar, po e marrëm shembullin e fundit. Kryetari që është aktual, i cili kërkon mandatin e dytë në Tetovë, jas për Tetovën. Edhe çka thot? Do ndërtojmë këtë. Shikoni në 2021-shin, kur ai kërkon të zgjidhet kryetar komunët Tetovës, e bën atë elektoratin zgjedhor. Shikoni cilat i ka premtimet, të njëjtat. Po e përsëris të njëjtat si sot që i thot. Ore, unë ju pyes qytetar, çka do të hani te bulevardi? Do të merrni diçka, do të punoni 8 orë dhe do të shkoni në shtëpi të ardhurna? I darën dhe e fitoni nga bulevardi. Çka do të përfitoni nga sheshi, nga qendra që doni ta bani ta pompozitoni, pompozitet, saltanat, ku ta di çka. Çka do të shkoni në shtëpi prej atje? Unë jam në një qytet në Zvicër ku i ka 56.000 banor. Sa Tetova është i madh? Qendra është e qendër, kalojnë aty. Udhkryqja, kalon tramvaj, kalon trolebusi, kalojnë automjetet, kërkujt kur gjo, hiq, kur gjo ma tepër. Po çka ka? Fabrikën njënë mbas tjetra. Uzina, fabrika, çka dush i ka, kretat. Është qyteti në të cilin çka është metropola e orëve në Zvicër. Hini dhe kërkojnë. Sa fabrika vetëm të orëve i ka. Nuk ka për ati buka. Ore, kërkoni kryetarit dhe thuni, ore, si u mbyll Teteksi, pse mada ju jeni aq taft dhe aq premtoni para popullit. Atëherë, si nuk dulbe njëni për këto 30 vitet e fundit, 3 dekada, dhe të thot, unë, a e dini çka bre popull, më përkrahni mu, më zgjidhni, më votoni mu, se do e rivitalizoj, do e rimkëmbi, do e rigjallëroj Teteksin, do e rigjallëroj kozharën, do e rigjallëroj aluminën, do e rigjallëroj plastikën medicinale, do t'i rigjallëroj fabrikat që i kishtë Tetova para çka, që i kishtë në ish Jugosllavi. Ore njerëz, ky kryetar i cili do të dale, ose kryetare, kandidat ose kandidate, dhe para popullit do të thotë populli im, unë do të luftoj që ju, qytetarët e mi, nesër bukën të fitoni këtu, mos na shprazen fshatrat, mos na shprazen qytetet, mos na mbyllën shkollat se mo nuk ka në zonës. Këtë duhet të premtoje, ai dhe të realizoje. Dhe ai është kryetar, ai meriton votat e kujt? E krejtëve.
Tetov, Gostivar, 25 km katror, 25 km largësi. Largësi trafiku. Në mes këtij 25 kilometrave që ndan qytetin e Tetovës me Gostivarin, jetojnë në këtë rrafsh të Pollogut afër 400.000 banor shqiptar etnik. A e dini se spital nuk kemi të mirëfillt, as ne në Tetov, as ju në Gostivar. Po ne e bajmë barën më të madhe, se qyteti i Tetovës i ka 100.000 banor afërsisht. Vetëm qyteti, pa rrethinën, me gjithë rrethinën diku 200.000. Tani imagjinoni, nuk janë në gjendje këto dy qytete të bashkëpunojnë atë shumë mes veti, si shqiptarë që janë, dhe çka t'i bashkojnë forcat. Kërrejtë mbrenda e jashtë çka ka, do me thonë, ne në diaspor ju mbrenda atje, dhe çka të ndërtojmë more spital që mos t'i nënshtohemi Shkupit, Skopjes, e them me tekst veçantë, sepse Shkupi i ndam 2 pjesë. Lumi, Varda, nëse shkoni për në Shkup, nënën e majtë kush është? Nënën e majtë është e çka? Azia. Nënën e gjatë janë ata që quajnë veten evropian, që e kanë ndërtu krejt me infrastrukturë evropiane Shkupin. Dhe shikoni, në vitin 2014, kur ndërtohet Shkupi, i keni këto njerëz, i keni këto kandidat, që sot e shajnë atë BDI-n, që unë nuk jam as për BDI, as për ande, as për kënde, jam neutral, por duhet ta kritikoj vetëm atë që është për ta kritikua. Dhe ti nëse ke qenë atëherë bashkë qeverisës, me poste nën kryetari, me poste zavendës kryeministri, dhe tani del mbas sa i bie, mbas 11 viteve, dhe e shanë po atë subjekt politik, të i cili ke hangër bukë, dhe të i cili e ke pas grazhdin e njëjtë, e përbashkët. Dhe në 2014 ke qenë brenda. Dhe pse e lejuat ju ato që Çajiri, pjesa andej e shqiptarëve, me pjesën e qytetit të vjetër të mbetet azi? Pse lejuat këtë? Pse lejuat që ju të keni vetëm deponi mbeturinash, kurse këndej të jenë kush? Universiteti, të jenë hotelet, të jenë ndërtesat që sjellin edhe para në Shkup. Neve çka na lanë atje? Po ju keni qenë aty, keni bashkë qeverisë. Pse nuk e ngritët zotin? Populli u zgjodh, populli e dha aprovimin. E kërkuat votën, po. A va dha populli, po. Çka doni? Çka bëhet ju? Ju fituat vetëm për xhepat tuaj, për familjarët tuaj, për jaranat tuaj, për militantët partijake dhe çka bëni tash? Çka bëni tash? Po të hapësh, sa të hapësh një portal, sa po ta lexosh një gazetë, sa po ta lexosh një lajm, çka bëni ju? Vetëm e shani njëri tjetrin. Me qenë mumja, me nuk pas liq, ju e vritni njëri tjetrin në rrugë. Nëse një mledhem edhe kofamat udhës, për juve njëni me qenë që doni të vriteni. A që kjo politika? A që kjo është, që kjo të naquje neve për para si shqiptare? Ore, po duhet që jetë total budal njeri, po ta kuptoj këtë ndryshe. Mos një bre. Po nuk kuptoj ndryshe, duhet që jesh lesh në kohë, lesh, total. Mos një. Ju nuk miri me programe, ju miri me të sha me njëni tjetrin, me të vra me njëni tjetrin. Me kone mund me vriteni. Me nuk pas liqë, vriteni, mbreda më njësit për 24 orë, kërrejt. A kështu, kjo është zgjidhja? Unë e përmenda kapacitetet ne i kemi pas, nuk a dishtin ndërtojmë, ne e kishim të teksit. Pse e hupët, pse e shitët, pse e hangrët, kuja hangrët, kuja shitët, kush e shiti, kush e hangri, kalzoni poplit, po për qatu ka zgjerë, për qatu po u voton. A u voton juve të rini në për hotelet, ta pritin një minister, një kueti unë qka. Apropo këto ministrat që vinë për vizita, dhe ju bre, o prefekte, o kryetar, të qytetit të Tetovës, ju keni shumë relacionet mira, private, me Turqi. Apo? Po, i keni. Familjarisht e ku e di qka. Atëherë unë ju pyes, si një qytetarin i rëndom të Tetovës, pse nuk ketë ju në gjendje, as kryetarja para juve, as ju për këto 4 vitet e fundit, të sjellni një investim, një të vetmin, që është investim vital, kapital, për Tetovën nga Turqia. Ku shkojnë Turqia? Ku investon? Në Shtip, probi Shtip, Radovish, Delqevo. Si mund të arsjetohi, bre? Kryetarja që ishte para juve, e flet turqishtën si e flet shqipe. Ne jemi tetovar, njihemi.
s'kemi ku shkojmë për njëni qetri. Të tova me vogël, nuk të tova Amerikë. Mos bani kur se nuk e njohëm njëni qetri. Të gjithë njëna, që aty jemi, ajo është kotar i vogël. Një kotar i vogël. Patec. Që aty jemi në Kretë, njihemi bre. O kryetar, o inderuar kryetar, edhe ti be i ke raportet e mira me Turqinë? Psebe për 4 vjetë nuk ja dole të bish një investim të to, nga Turqia. A shikoni vetëm punët private t'i kryni. Honi me kryeni punë private, vallaj, nuk o haram. Ama, pa atë që i ke marë mandat për popullit, du të qush në vendbe, unë ju pyes, ati ku ne betohemi si jemi musliman, tash këthejmë atje në anën fetare. Dhe para Zotit dëshmojmë si jemi musliman, na hekëm shadet, na falemi, na agjerojmë, na shkëm xhami, ndërtojmë xhamia, apo? Matë mira xhamit me miliona euro, spital s'kemi. Spital nuk kemi, nuk ka thonë Zoti kështu. Zoti ka thonë para ne t'i bëjmë do punë qerabe, në xhami vetëm shkojmë 5 minuta të falena. Në xhamiet ka 5 milion euro, spitali s'ka struj. Spitali s'ka ilaçe, spitali s'ka infuzion, spitali s'ka kreveta, spitali s'ka qeve, spitali s'ka kurshom. Familjarin e qosh a gjithë dhe i lutësh Zotit, o Allah, shpëtoma mos e lan këtu. O, spitali nuk kemi ti thuaj popullit të ndreqim bulevard. O, kryetar, i abe dhe të bëj unë dhe të mirë presë në Zvicër, të shëtiti në përket Zvicër, një javë. O, Allah, e në të shosh që kanë ndërtojnë Zvicëranët pikës pari njëherë. A bulevara, a fabrika, a spitale, a shkolla. Ma asë një vena, asë me zë në murës në qafë. O, Allah, unë s'ja du të keshën as kuj, as video nuk e boj për të të paraqit kesh. Unë vetëm poli atë që e përjetoj, që e shoh, që e kapi shmok jo. Unë jam rritë të do. Unë e kam pas familjarë, punë se unë të tekst dhe ju qërët krejt. Qyteti për kame ka qenë të tekst gati. Ne ka të ndarët pak ma pak. Ora, ka qenë kështu, 10.000 punëtori ka pas. Si unë ndodhi, për kjo nuk mund ndodhi në Zvicër, një fabrikë me 10.000 punëtori në shitet, edhe kërkush ma ape përgjithsi. Të shitet ma ape përgjithsi kërkush. Të shitet disa uzina, disa fabrika. Nuk ka shansa, ku? Do të kryetar, si be? Si? Mas një be? Unë se di, si mundet popullit të mshele, e në si, e në vesh. Allahu thët, ju keni si, po nuk shikoni. Ju keni vesh, po nuk dëgjoni. Shtu në thët në Koran neve. Dhe po ne jemi në këtë gjendje. Wallahi, dita ditës, për ditë në shprazin, ka të undet. Për ditë në shprazin qytetet. Ju e dini, unë e di, krejt ne e di, gati, nuk do të ketë në zanës në për shkollë, dhe mshini shkollë, kanë fillu veç. Dhe qka ju dilni edhe prap se prap, kremtoni në për sala, krejt autostradat të tovë shkup, e blokume për automjetëve. Ku shkoni be? Qka festoni? Wallahi, unë jam shumë i vogël, qytetari i vogël jam unë. Unë pjesë, qka festoni? Qka kremtoni? Turbe duhet keni be në ndën, familje me kim, familje s'kanë buk të anë, o njërës. Manive, unë kur vi për Zvicrën, ne kur vim atje, bëjk shumë, në ju që jeni atje. E dini be qëfar halësh kanë populata, halët të mëdhoja kanë. Ore ju nuk i ndëgjoni, se nuk doni të ndëgjoni kur zgjidheni atje, dhe kur shkoni atje nalë. Mosni me, për çka e bloku autostradën? Për t'i kallëzohu grupi tjetër se shikoni, ne jemi më farë tash. Ne, dini çka bojmë? Mosni be se kjo në primitivizëm. Kjo nuk është avansim. Kjo nuk është përparim, nuk është progres kjo. Kjo në qonë në bazë shekullin e mesjetës. Në mesjet në qonë. Besoni, mosni me. 37 vjetë unë i bojnë në Zvicër. Ekonomisti, diplomum jam. Teologjin e kam kry këtu studimet islame. Master. Nuk jam be budal, nuk jam çoban, o njërës. Edhe si unë, dini sa jam, me mija shqiptar. Por ne duhet t'i bashkojmë forcat për një gjë progresiveve, jo për ta vrarë njëri tjetër. Ai që ka bo krim, ai e ka shkel ligjin, ai duhet përgjigjet të gjetë prokurori, shkohet të ape përgjithësi. Ama unë nëse zgjidhem dhe populli mua më voton dhe më zgjedh, unë duhet ta kryej misionin tim që e kam premtuar. Pik. Dhe tek atëherë të kremtoj, tek atëherë të festoj, tek atëherë ti më leth unë krejt dahiret edhe tupanat. Po nëse e kam kryej punën, puna ime, vepra ime dhe dalën dhe festoj mu dhe më ngrena.
A i keni kry punët ju, për cilat premtuat. A i keni kry të tirat. Qyteti, me 100.000 banor, me 4-5 fabrika, që fabrikat sot vetëm çka ka? Udhën e butiqeve. Udha e butiqeve, dhe vena do një drumë, edhe kur të si njëzit të duket interesant. A mos janë shel fabrikat krejt. Janë shit fabrikat, i kanë hangër fabrikat, i kanë glabëru dhe ja kanë mbat. Pa u përgjigj askush para ligjit, populata çka me kofera në dorë, për ditë mbushën autobusat për ti. Edhe prap se prap vazhdohet me premtimin e populata dele në votor. Wallahi unë se kuptoj. Ma falni.